ti që dita bëj më mirë. Unë mundohem t'i qëndroj pjesës teorike. Unë mendoj që e bëj mirë. Shumë bukur. Ti e bën mirë sherrin. Pse? Vetëm sulmon, pra kush di të bëj mirë sherr? Vetëm ata njerëz, se ka ca njerëz që bëjnë vetëm mësymje. Sulmojnë, bërtasin. Jo, nuk është e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Ajo që tu ti ndodh, jo. Jo, nuk mund tush. Ashtu kjo thotë se është e vërtet. Jo, nuk mund tush ashtu që zakonisht ata e bëjnë, atëherë ai që sulmon gjithmonë për shkak ka një gjë tjetër që po ndodh në jetën e vet dhe do të justifikohet për gjithë ato gjëra e rreth të vetën, duke u turr tjerë. Ne nuk po flasim për këtë gjë. Ne flasim, mendoj unë, për sherret le themi normale në familjet normale, që ti zihesh edhe për fëmijën, do ta çoj te kjo shkolla, pse te kjo shkolla te ajo shkolla, pse e toleron ai muri 9, unë i kam thënë merr 10, këto quaj sherre, ajo pastaj nuk është sherr. Ai është degantin familje, dikush ka një jetë paralele, vjen në shtëpi, sulmon tjetrin ta bëj fajtor, për të mbulu, edhe pa dhunë fare, vjen për ta bërë për të mbulu gjën e vet. Duke fus pjesë në sherr. Unë për shembull, ta them pse zihem. Mungesa e Ja, vetëm një sekondë, na japi shembullin real nga jeta konkrete. Pse zihesh ti Tea? Unë zihem, unë them, vi për shembull dhe unë jam njeri që komunikoj, du të flas edhe për detaje me partnerin. Do me thënë dhe gjërat që njerëzit... Po mirë, mbase s'ka kohë të dëgjoja, i lodhet. Pse zihesh ti? Atëherë. Përdor argumente. Jo, zakonisht kur s'ka kohë të dëgjoj s'bën sherr. Pra ti thjesht flet dhe personi të dëgjon. Unë i kam Do xhevap ajo, do xhevap ajo. Si mirë. Si kalove, mirë, të pati një gjë interesante sot? Po jo, të zakonshme. Okej. Shohim film. Ha, që po shej film? S'po bën muhabet fare. Pra, këtu s'ka më komunikim. Si s'po bëj muhabet, pra unë të ftova në muhabet, atë thasha bërë sot. Kishe gjysore që i thoshe dhe nuk i the njëherë o zemra. Dakord. Fare si, qajte mu dhe si e presun, atë se I thot. Tea se ka problem fare. Nuk e tha, pra Ore, Tea e thot edhe këtu. Jo, atje në shtëpi. Tani, ne komunikojmë gjithë ditën në WhatsApp me zemra, me shpirtin e pjelli, me hëna. Po, kur vjen në shtëpi, për ta ftun debat, për ta... Jo në debat, po për të bone qik muhabet. E kështë më është kjo që thotë Ornela, tani a e shlodh një ditën aty, thotë Ornela dhe me këte unë tani qa bëra e këta kohë. Pra ti the e kupton, jo se kupton. Ja, po unë e kuptoj, pa tjetër që e kuptoj, po thjesht se thotë s'bëj muhabet, e kupton? Ne pa hajtë bëj muhabet. Dhe jam e prirur ta dëgjoj. Pra, Tea lufton që të mbaj dialogun. Shiko, unë mendoj shumë e mirë për të mos nisur sherr. Qëllimi i sherrit është kryesor, sepse qëllimi a do të bëjmë sherr për të nxjerrë një çështje, për të zgjidhur një problem, apo do të bëjmë sherr për të treguar që unë jam më i mirë se ty? Jo, është shkuar. Në familje për të e ke shumë gabim. Po unë e quaj mungesë totalisht truri që... Nëse ti komunikon kështu me burrin duke ndërprer, unë e kam marrë bëra kuadrin. Po nuk është problemi im se qa merr se nuk je ti në rëndësinë jetën time, fare. Se qa mendon. Po thoja se se mbarova. Për mua është shumë e rëndësishme që qifti të komunikoj gjatë gjithë kohës. Kur komunikon, po se ti mund të flasësh gjithë ditën, mund të tërpresës, do të gjëjtë ju. Prandaj të ndërpresë. Po se unë s'jam ai, prandaj. Po ja, pra s'ifemi, që se flet kohë. Dhe po të them, Ornela, që ka edhe për debat, edhe ka debate familjare, në pjanë shere, për fëmijët, për mënyrën se si zgjidh një çështje, njëri bjen dakord, tjetri jo. Po, ndonjëherë dhe ngrihet zëri, pra ai sherr. Pesa tjetër e thamë shdhun, nuk është më sherr. Përse her pas here, ose në më të shumtat e herëve, gjithmonë ankesat vinë për vjerrat. Pra, vjera e fut sherrin, nga vjera vjen sherri, vjera është molla sherrit. Çfarë kanë vjerrat? Që ta jap një shpjegim, atëherë unë mendoj që sherrat e mëdha në familje bën për punë lekësh, mendoj unë. Sherret bën për lekë. Kryesisht bën për punë lekësh në familje, sepse aty plas sherri i madh, domethënë se s'dalin llogaritë, s'bën megjithatë. Në të dyja krahët ndoshta. Tani, për të vjerrat, shiko, për të vjerrat interpretohet shumë thjesht, pra është një formë pushteti. Dhe sherret zakonisht vijnë kur ka një lloj disbalance pushteti dhe këto është po prapë në një rast praktike një person që pretendohet që nuk duhet të ketë pushtet në familje dhe duhet t'japi direktiva, siç ndodh, që japin edhe drejtim situatave dhe pastaj kjo është që ti që je i zoti apo e zonja e shtëpisë ndjen që po të humbet balanca. Dhe kthehet pastaj që vjerrat janë që apo vjerrit, se varet kjo, domethënë janë ata që përprishin balancën dhe plas sherri për vjerrat. Por unë besoj fort që plas për lekët.
Aty është problemi ma. Nuk ka lidhje. Se unë mendoj që është mungesa... Po nuk ka lidhje. Do me thënë kemi nevojë të rindërtojmë edhe njerë komunikimin. Janë këndvështrimet janë të ndryshme. Janë dhe lekët, pra, po janë këndvështrimet e ndryshme. Unë mendoj që vjerat më shumë za për lekët është mungesa e hapësirës publike. Pra hapësira e hapësirës që kanë në shtëpi për të diskutuar dhe për dhënë mendimet e tyre. Pra mungesa e komunikimit. Mungesa e sherrit bën vjerën hapësirës private. Mungesa e sherrit me vjerën sjell atë dhunën me vjera dhe pastaj sjell përçarje dhe vjera dele keqe ose nusja dele keqe. Nëse nusja dhe vjera do të bënin sherrin, e siç kanë bërë sherrin e dikush, do të fliqim njëra tjetrën pa ndroj, dhe do t'i thonin fjalë. Burri ka një rol në këtë mes apo hiç? Si? Burri ka një rol në këtë mes? Burri nëse futish burri në rol, i bie që ti ke filluar me dhunën, pa ke kaluar nga sherri. Unë po flas në diskutim. Unë po flas se ti duhet ta diskutosh hapësirën tënde dhe ti me këta diskutosh me vjerën. Ti lejosh vetes tënde që te vjera është pjesëtare e familjes dhe ti do komunikosh me të, do bësh dhe sherr. Pse ndodhte sherri me vjerën? Se kjo ishte jo për anë ekonomike, pra. Asnjëherë vjera. Atëherë nuk po them për anën ekonomike. Të mendosh që vjera. Ja, e kupton çfarë është tendenca kur të dëgjoj. Kështu e mendoj unë, kështu e mendoj unë. Për parat dhe është një gjë bërë sherr për vjerën. Pse mendon ti që bëhet sherri me vjerën? A ka mundësi me të një përgjigje si burr faktë në këtë rast? Se si grua e dhamë në tjerët. Sherrin me vjerën e bëjnë sidomos gratë, ato janë të këqija. Sepse mungojnë, sepse nuk kanë gjetë mënyrën se si ato të gëzojnë. Cila grua nga të dy? Çfarë e vërtet? Cila nga të së dy janë? Çfarë e vërtet sipas gruaja fal. Nusja në rastin konkret nuk e gjen dot hapësirën e vet të komunikimit, të sherrit me vjerën dhe kërkon pavarësinë e saj në familje, në farë mënyrë dhe këtu fillon konflikti. Këtu fillon konflikti. Dhe gjithmonë është mungesa e komunikimit. Nëse do kemi komunikim, e di ti çfarë do të thotë të lësh fëmijët të rriten pa dashurinë e gjyqës? Pra unë që kam pas dashurinë e gjyqës dhe jam rritur me atë dashurinë e gjyqës, unë e di çfarë i mungon një fëmijë, mungesa e dashurisë së gjyqës. Që ne sot po shkojmë drejt një familje të përçar, e merr nusja burrin me familje me vete dhe vjeri dhe nëna dhe babai i burrit ose edhe të gruas qoftë njësoj janë ato. Disa vjera po falenderojnë tani dhe janë mbush shtëpi tot me pleq nëpër fshatra, dhe s'ka kush u afron atyre dashuri. Ato nuk duan as para, nuk duan asgjë, ato duan thjesht një përqafim nga nipi ose mbesa. Por dhe përqafimi i nipit dhe i mbesës në rastin. Një sekond tani, një sekond. Se a nuk janë ato që i lastojnë, a nuk janë ato që i lastojnë fëmijët? Jo. Kush po gjyqi dhe gjyqet? Jo. E ke shumë gabim. Pa shka ku sherri? E ke shumë gabim. Se nusja nuk vjen dakord. E ke shumë gabim. Sot nuset dhe rejat e sotit, po duan më shumë kohë për vetë, s'kan as kohë për fëmijët, më ta them unë, ajo s'ka kohë për vjerën e për vjerën, s'ka kohë as për fëmijët e vet. Ta dhe me bindi unë. Ai që mendon që fëmijën e vet rrit më mirë larg vjerës dhe ikën sherrit duke tani nuk është në moment ta shkatruar një familje. Të bëj një pyetje, ndoshta e kemi atë sherrë kemi nga mentaliteti sepse jetojnë dy familje dhe dy breza që nuk përputhen në mentalitete, në koncepte, në asgjë bashk, se bota për shembull nuk jeton vjerri me djalin edhe me nusën në një shtëpi, e kupton? Se ata jetojnë në 90 metra katror ose në luks, domethënë 150 metra katror. Ose nuk zjen gjithmonë mëse ka që jetojnë dhe jetojnë shumë mirë. Po nuk është ndërtesë ajo që e bën familjen. Jetojnë shumë mirë të shikojnë një ndeshje futbolli. S'kam punë me ne këtu. Ne kemi për ata që jetojnë mirë. Po. Shiko, kur nuk dim erion, shkojmë në shkollë dhe mësojmë. Po. Tani marrëdhën, gjithmonë duhet një model. Koncepti është ky. Nena duhet një model për të mësuar. Tani një zgjidhje e mirë e problemit vjerë nuse është modeli i vjerës labe. Vjera labe varet nga lidh shamin, i thot qartë nuse sa jo, po e kam lidhur këtej, ndua kafe në mëngjes dhe mos të më flasë. Kur nuse pite ke rakinë. Po me ditë fare nga lidhur. Po nuse që i futi tek rakinë në mëngjes dhe s'do bëja nga lidh shamin vjerë. Si t'ja bëjmë? Shikon që re brenda me si t'ja bëjmë pra, po si t'ja bëjmë asaj nusës pra. Problemi se ka vjerra pra. Edhe për këtë model vjerë se nuk jemi. Ne jemi për respekte të dy anshme. Se cili të respektoj hapësirat e tij. Shiko, e shumë e rëndësishme se shiko në traditën popullore kjo nuk ka dalë kot. Nuk ndodhin gjëra kot në traditën popullore. Pra fakti që vjera të deton të jep disa rregulla, do thotë që është bashkëndan disa rregulla komunikimi mo. Po bashkëndan disa rregulla se nuk ka shoqëri, nuk ekziston
një lidhje mes 2 apo 3 apo më shumë njerëzish, po jo, pa bashkëtar disa sot me tani rregulla. s'ka ardhur nusja të shofi se nga e lidh Vjera Shamin, se na çuditë tani. Po jo. Po ta lidhin nga dojnë, nëna Lade o ta lidhin. Ka një gjë. Atë e zgjidh vetëm dashamirësia e të dyjave për ta pranuar njëra tjetrën. Nuk është e jashtëzakonshme. Edhe është normale që Vjera të ndjehet pak, si çike lënë Barsoledha ka filozofi mazdore apo të për jetën.